Prindërit e ka një fëmijë të preferuar. Ma, më shikon në sy, kjo nuk je ti. Të dy e dim që unë s'do të besoj kur më thua që na ke njësoj. Është okej ta pranor se 700 arritjet e mia s'do krahasohen kurrë me papunësinë e motrës time. Dhe me qëra fjala, babi është prindi i preferuar. Ups! Të moshuarve nuk duhet u liroj gjithmonë vendi. Teta Moza më vjen shumë keq. Çanta që po më përplas fuqishëm nëpër trup në mesin e autobusit bosh, nuk do funksionoj kundër meje. Është ora 7 dhe jam për punë, ndërsa ti pas 100 ditësh pushimi, kafesh turke edhe thashë themesh, vendos të vizitosh nipin tënd. Monologu yt për brezin e sotëm të degeneruar nuk më bën asnjë përshtypje. Çfarë kërkon në të vërtetë Teta Moza? Do validimin e faturinos? Dreka pas varrimit s'duhet të ekzistojë. Orizi pas djerë mirë, hafshit kërcet në dhëmë me sheqer, e shpifur. Ti halla që po qa me oi, të dy e dim që do racionin e mishit për qenin pas varrimit. Kini më shirë, çfarë prisni që i vdekurit ju kërkoj falje që nuk iku në një ditë ku dreka ishte më shishme? Lekët e dasmës duhet qëndrojnë në zarë. Je në ditën tënde speciale dhe papritur të vjen një i panjohur që nuk figuron as nga fisi o dasi burrit dhe të përshtyni 50 që mballë. Se harrova ta theksoj, para se të viku i panjori, vjen era e shpifur e rakis. Mjafton të kishe shënuar emrin Zar dhe do kisha vlerësuar më shumë se 300 baktere që vinë me gëlbazën tënde. I këtë është se më shpife. Ndoshta më pesin veten çfarë sapo ndodhi dhe më lejoni t'ju them që as ne nuk ja kemi iden. Fare. Se ky episod do jetë shumë pa lidhje. Si ne dy. Vazhdo me sitën e parë, Jol. Jepi. Sfida e parë, pyesni njerëzit për objekte pa lidhje. Ne jena mësuar në fakt duke bërë pyetje pa lidhje, por edhe për objekte s'është keq. Po, ta pyesim për ty me që e pa lidhje. A mendon që duhet ta kishim lënë Garuzhdën në 2025 dhe mos ta merrnin në 2026? Garuzhdën? A mendon që është mbi vlerësuar si kështu si mjet? Garuzhdën sa njeh? Garuzhdën që më. Po, Garuzhdën që kemi ne, po. A mendon që ta kishim lënë në shkot cent koti? Kur gjallët e mveri. Ha? Mveri gjallë. Kur gjatë e mveri. Okej, do ta kishim lënë që atëherë. Luga apo perone? Që është kjo pyetje? Ç'do të thosh? Është shumë e thellë, ndër përgjigje. Luga apo perone? Po di unë që të në luga. Thika e bukës apo thika e gjalpit? Kush është më e rëndësishme ose kush duhet mbetet në 2025 sepse nuk ja vlen shumë? Varet se si koncepton njeriu, ai që është hallexhi, në rreth parë thot buka. Okej. Kurse ai që ka shumë para që thot edhe gjalpi ndonjëherë nuk e shikon kështu me sy kështu. Okej. Kërkon gjëra më të rëndësishme. A mendoni që duhet t'i lëm tiganat në 2025? Po, mendoj që duhet i lëm tiganat në 2025. Pse? Nuk kam një arsye të fortë pse po që i lëm se bën keq. Okej. Skuqe. Marrim me frajer. Absolutisht, unë ja them gjithëve. Më mirë thik buka apo thik gjalpi? Thik buke? Thik buke? Okej, edhe unë, lidarisht. Nëse duhet ta luaj bukën patjetër me një nga këto dyja, këtë do zgjidhje për unë apo lugën? Edhe luga më punë. A mendon që luga është e mbi vlerësuar? Luga, po patjetër shumë e rëndësishme. Tash e mbi vlerësuar. A mendon që duhet ta kishim lënë në 2025-ën? Luga, ajo që han buk njeriu. Ashtu. Varet nga koncepti i njeriu. Kuptoj. Pra çdo njeri që është i ndërgjegjshëm thotë, "Të falenderoj." O fat, o zot e tjerë për bukën e përditshme që na jep sot. Nëse kishe mundësi të skuqje vetëm një gjë tigan, ç'do ishte? Përzo, mish. Po diçka që nuk hahet? Diçka që nuk hahet. Çka që nuk hahet. Për shumë një njeri që e ke nat. Po e fuzi janë sop, se shkujtën tiga. Ah, okej. E bëja më mirë kështu. Po në air fryer? Kukurec. Nuk e nxe. Vetëm ta prip. E ke provuar? Duhet ta provoj. Okej. Duhet ta provoj. Kur ta provosh? Një super ide. Po, do vi prap. Okej. Pse bën pak sens për çështjet e ti? Gjatë kishte drejtë. Edhe unë prandaj do investoj në një air fryer siç edhe ai. Okej, sfida tjetër. Imitoni njerëz në rrugë. Sa të imitoj atë? Po më rrugë. Dire ndyshoj pozën. Si e ka? Shit.
Si kemi thënë njësoj. Ja muna ja. Harrova, prit. Sa e bukur je. Rafsh. Bëni sikur radhën dashuri me shikim të parë, para të tjerëve. Të bëjmë. Oh, më falë. Bukur e paske. Shumë bukur. Allah, më falë. Oh. Më falë. Oh, fine. Oh, fine. I was trying. Më falë. S'ke shumë bukur. Edhe ti. Gjithsesi ti e di. Hajde se flasim. Ciao. Oh, më falë. S'ke shumë bukur me të vend. Që ke bukur. Aha. Jo, hiç. Ja, plasa me ti për këtë pa lidhje. Dhe pile idiote bjonda. Këtë ratë rosti kemi gocën në Andale Sportin, të cilët ju la janë kundër përgjigjur. Si guxoj. Mantha dhe Flori. Ora okej, se që mund të flisë sporti për ne mendoja, Okej. po se do flisë një herë gosi për dosjen e Epstein. Nuk të kisha menduar kurrë. Mërshme. Gosa sot, unë jam pa gjumë. Kam detur mbrëm gjithë natën. Nuk e di, po. Që e bërë natën zjuar, apo? Goca sot jam pa gjumë, kam netur gjithë natën. Zjuar? A, gjeta? Duke parë dokumentar për këtë ngjarjen e fundit që është rikthyer, ngjarja e Epstein. Ua, po. Një ngjarje makabre ku janë vrarë njerëz, Ua, të për zotin. Edhe unë kështu lloj seriale shoh. Pëlqen shumë, ky zhanri është shumë i bukur. Moj motor, unë jam të merruar. Do të thënë, Googulloja dhe sa më shumë. Zjeja, gugulloj. Si arrin këto goca të vogla që të përfundojnë deri te kjo që ne e quajmë sot skandali Epstein? Në një ishull të madh. O Ema. Ato gocat e vogla, si arrin të shkojnë në një ishull? Në një ishull të ma gocat e vogla, hajdi në me ne sot, shkojmë të ishulli Epsteinit, ku do trafikojmë. Wow. O, po, zot na fal, po. E bën kështu si ishull ëndra, është një ishull. Në ishull të madh. Me xixa. Kur e mendon, do të thënë, është Epsteini që merrte këto gocat e vogla të pafajshme që ishin Që ishin DJ? Që ishin? Minore, të vogla, do të thënë, nga një po. stres tjetër që nuk ishin asgjë. E thotë të shef Krisianën, vini nga një stres skamjeje. Ishin pa bukse? Sa pauz ka marrë. Ishin të varfra, dhe ku s'kman më. Krisiana? Prandaj ishin bërë flokët kaçurela. Se nuk i lante, nga varfëria. E di që është problemi? Po. Problemi është që në atë moshë qa fluturon hahet. Po, Unë me mushkonja 60 vjeç. Ja, miza. O mam, qa fluturat hahet, ka thënë Klea Ballia. Unë kam qenë vetë, 16-17 vjeç mund të kem qenë, dhe po flisja me një çun, dhe ky ishte 30-31. Qa thua, sa vjeç ishe ti? Po sa vjeç ishte? Unë kam qenë 17 vjeç, thotë kjo kur flisja me çun 30 vjeç. Sa vjeç ishe ti?
Ema, Ema magjistar. As nuk I gjon ato kolegët e veta, është në botë tjetër fare. Është një ishull Një shumë ishull të madh. të bukur me drisë. Zemër, unë isha 16 vjeç, ti? çfarë fluturon hahet. Problemi ishte atë çfarë O sa ti ma. Problemi ishte ai që fluturon, do zemra dhe unë Edhe hënga hënga atë. zemra, po që po fluturonte dhe thoshte hajde çik të 30 vjeçarit. Me kam mësuj shprehje dhe hajde, çfarë fluturon ha 3 milion herë. Më pas është pjesa e dhuratave. Pra ai fillon të t'japi dhurata, të bën të ndihesh që ti je princesh. Ku është kjo pjesa? Ku fillon kjo pjesa për ne të marrim në dhuratë? Pjesa ime preferuar. Ne këto po flisnim për grooming. Jo, nuk është pjesa ime preferuar. Më bën habi sepse kam parë, duke parë scroll në TikTok, po më dilte që këtyre vajzave ju ofrojnë pagesë, kundrejt një pagese. Ose ju ofrojnë visa. Ju ofrojnë pagesë kundrejt një pagese. Domethënë, duhet t'ju japin pagesë, po kundrejt një pagese. Dhe ju ofrojnë edhe kështu viza. Super. Shkojnë ke ishulli madh ja fusin edhe ca viza. Okej, po, a mund të flasni sekondë të Kriston që Ema vazhdon të fletë Krisi Po, është? Kristolli është. Si e kamera? Regjia më kape? Janë zhdukur dhe pastaj se kanë marrë më vesh, sepse Po. kështu ka nisur dhe i gjithë dosjas. Po, au. Ndërkohë që flet Klea është telefoni. Qa thot qati? Qa fluturon hajt? Epsteini ka pas bërë këtë. Okej, goca, kam një mendim. Google search gjëra që nuk fluturojnë. Tu I pa gjitha ke telefoni duke u xhiruar. Nëse një adult të kërkon të mbash sekrete në lidhje me çfarë do lloj gjëje, nuk është, okay? Nuk është okay. Okej. Okej. Unë kur si ta vazhdoj fjalin, nuk është okej, pastaj më bllokohet truri, nuk është okej, kaq është mendimi im. Nuk është okej. Unë duke zbulu krimet makabre që ka bërë mami në moshën 16 vjeçare, se më tha që nuk mbahen sekrete adulteve. Po, nuk është okej ti thosh atë që të adulti. Nëse ndonjë moment ndihesh e pasigurt apo vetëm kërkon ndihmë, sepse ndihma të çon drejt të vërtetës. Unë plas makina, mu për shembull kërkoj ndihmë, thot ajo, kërkon ndihmë, se ndihma të çon jo në spital, po drejt së vërtetës, okay? Drejt një E vërteta është se ti e përplasur. jo Dhe drejt ti një çohesh, se zgjidhje. t'ua ua faleminderit. Fun fact që më kujtua një gjë. Unë gjithmonë vdes për fun fact. Do me thënë unë lexoja dosjen e Epsteinit dhe shifja fun facts, nuk e dija më. Unë shifja dosin e Epsteinit, trafikim njerëzish vrasi kështu dhe thoja, fun fact. Sa që buka ka Më këto. këtoj mua këtu fan. SpongeBobi thuhet që t'jetë krijuar për të argëtuar fëmijët që shkonin në këtë ishull. Ose unë kam gjuhë që Kësull Kuqja ishte frekuentuese e madhe e Epstein Land. O zemra, ajo ka pas kosulin e kuqe, sepse Epsteini një nga 3 milion foto që kishe ka veshur të kuqe dhe prandaj. Edhe ujku simbolizon gruan e vetë se thoshin që ishte shumë leshatore. Bën sens fix. Fun fact. Duket se kam gjuhë që Mana është krijuar për Epsteinin sepse Mana donte të largonte nga ishulli. Kuptoj dhe reprezentonte po atë. Kështu është logjika e këtyre. Bukur ti ngëlloj, hera jonë e parë. Hera e parë është e vështirë, pastaj mësohesh. Unë jam shumë vëllai. Edhe unë. Oh, hera Edhe parë është unë. vështirë. Ç'i bëj zbojnë unë tash. Hera parë është vështirë, pastaj ti ja merr dorë. Ta të mësohesh, avash. Mirë bëllë. Okej. Basi tu I fut dorë. A e mësuti, na e më. Ova që të bëjmë një fashion show me mjetë rrethanore. Si Victoria Model Secret, çfarë? Totalisht. Fiksa jo. Fiksa jo. Victoria Beckham, Georgina Rodriguez. Victoria Tret Beckham, Fashion Show Week, Milano. Me çfarë ajo do të jema? Ja nga 3 jemi do çfarë ajo mos ja kam ide. Përveç kësaj më duker si një shërbëtore, domethënë në kohët paralele. Sa sens. Më duket si sklavja ime që kam pasur në kohën paralel me kohën. Paralelisht me ne është një kohë tjetër që Po. ekzistojnë këto sklavet si puna e Kristallit tani, kupton? Shysha, për pak më duk si Kristalli para operacionit. Kalojmë të sporti shpejt se s'e shoh të. Okej, mjaftueshëm notes për sot. Mbaron derbi 2-0, ti marr bica çka ke për të thënë. Ora un kam një pyetje shumë të qartë, shumë të, nuk e di. Shumë paralele. Ky në një univers paralel. Man, thot, pse shkash I lumtur apo? Pse vetëm shesh ky njeri? Pse ka vetë I rrezaton ajo fytyrë? Ça bën ky njeri që shkash I lumtur që unë nuk jam? E unë do di sekreti e këtij o zemra. E shoh kështu të lumtur më vjen I nat. Vjen shumë I nat. Ose ma ka një fytyrë aq punchable, ta rrafësh se shkash I lumtur, duhet t'i bij. Se qesh. I kuptoj njerëzit që thonë çka kishe sheh. Sa je kështu. Kemi edhe Netsa, të cilat kanë komentuar një program tjetër këtu te Andale Skandal quhet ai program. S'ka nevojë t'ja shpjegosh fare një fëmijë ai. Që ta komenton. Dhe
Ose knaqet. Sa qesh, pa. Me pak gjë knaqet. Duke se po ti tund këtë do meket shumë. Ata bukur. Të vesh i Flori Fanel në Realit është sikur Ledoni prezanton te Klani. E kupton logjikën? Me që Desi merr vesh nga showbizi. Ja. Nuk e kuptoj logjikën. Është fatosi ai. Po edhe Desi merr vesh. Merr vesh Desi? Ai mirë, Desi ti ku diun. Është sikur Sigur thot dy që një faqe tjetër është më mirë nga La Villa. Okej, tani e kuptova logjikën, tani bën Por mos ja thoni. Tani bën sens, mos e duj, po tani bën sens, e kuptova. Nuk marrem me showbizin, merret fatosi. Bravo, faleminderit një klip që më Ti ofendim fakti që më krahason me fatosin. Angjaj? Për një pyetje kam unë, Mantho, pse shkon te berberi? Sa cute. Dash për zotin. Kish këtë berbeu? Jul. Sepse stiloj mjekrën. Më fal, ky stilon dhe ka prap kështu. Çfarë bëj shkëndë se bëj gjithë thjesht to feel something, a kupton? Shkoj në berberi thot, nuk kam as shime, nuk kam as flok. Bëj diçka të ndihem si gjithë çunat e tjerë. Okej, po stiloj mjekrën thot ai. As mjekër s'kam. O ngjyrën e kuqe, e veshin k***a kur duan muj. Tani, Okej, Mantho, tu ka vesh kuqe. sepse ngjyrën e kuqe e vesh e ka fanella e Shqipërisë. Dhe konga është komplet pa lidhje. Fakti që edhe këtu, ku ku ne përgjigj neve, ka vesh prap kuqe. Dhe ka në dorë një bluzë kuqe, dur të ka të kuqen e vesh. Dhe mrapa ka të kuqe, kupton? Thjesht tu jo Mantho, thjesht tu që Thjesht do me. pranoj që do me. Goj liga thonë që çunat e futbollit nuk janë gjë në krevat. Jo, nuk e di unë. Se dinte Mantho me që e tha. Goj liga thonë. Për futbollistët femra mund të t'jap opinion, po për meshkujt nuk të flas. Ai ka ça, futbollistët femra kë më, i ka mirë. I ka marrë këtë me radhë, kjo është mirë, i ka kalu Mund Mantho. them. Edhe mund të çat dush për meshkujt. Të sfodë vë. Do ka një Si ka podcast të provu tërë me akoma. Florit për meshkujt e futbollit e meshkujve. Flasim për meshkuj që ndjekin topa. Ta rrim duken kështu sikur janë çifte, fillon ky ti je narcis si surrejton mua. Ti s'mendon kur për nevojat e mia. Do kemi si çift në miku im? S'ka fajuli se kata ka pa ca video kështu. Ato preket që ke bë nga qenë të dyshimta e para. Qa video s'kam pa. Edhe tani fillon të uzon si çift. Ato prekë që më ke bërë herën e kaluar, kanë qenë shumë keq, okay? Po vetëm si ishim kamerë nuk të bëra gjë se jemi çift. Kam thënë mos e thuajmë publik. Baba Mantho bën parashikimet për vitin 2050. Baba Mantho na jep gjithë parashikimet që ke. Prit, Julo dje në dark, më ka morë halla me video call. Si vlet sikur jam shoku vet o Julo, ti ça no thot o Julo. O tagu im ti, po fakti, desha dje në dark, e thashë ka për të ai Julo, dje në dark. Ja. Aty, maj aty. Halla ime. Jo, mos e vazhdo. Është okay. Më marrim telefon. Okay. Call nga Greqia. E çaj the? Tash ato janë dy simpatike thashë Andalia që bëjnë kështu e bëjnë për humor. Se lëna me njosi. Si ja ka thënë ky? Fillem mo, të lëmë njosi mama. Dy simpatikë. Faleminderit shumë Mantho, edhe ti je shumë simpatik. Po se mos bëj xhelos Flori. Hera parë që flet me femër, është vërtet? Jo, hera parë që flas me femër, jo, po tash Sabina është një lloj Mantho ka thyrë. Sabina ishte gjë. Ishte gjë, nuk është lloj femra këto. Hera parë që flet me femër, jo, po Sabina është një në kodë paralele, shërbëton kur do tema skllave pronare ale. Në Republikën e Shqipërisë ka gati 3 raporte ndryshme, po. Është vetë autor, se për do të montazh unë, është vetë autor. Dhe alakt. Në. Pra ka lagët. Do thoni ç'ne u bërë bashkë me Manthon, pra. Jo, mos Jo, nuk ka bitën. Është Si okay. një bërë dy bashkë, Se si një puth akoma, është pyetja që kisha unë, po okay. Do na urrejnë për këtë zemër. Kur merrni një lojtar të kombëtarë dhe e provoni, cilat janë kriteret bazë që shikoni? Pra çfarë do të ketë ky lojtar që të bëhet pjesë të kombëtarjat? Më shumë se sa njëri e para. Kriteri i parë të jetë njëri e para. Dyta të marrë humanoid, frym. të marrë frym, tjetër se mashkull se femër Si e provoni? Që është njëri. E fundit ke qiet mirë. Mos ka lidhje. Jo, shpirt. Atë ja lejmë gocët, flasim për Epsteinin dhe Okay. të di se si të menaxhoj situatat ke dhoma zhveshjes, di të dy mjesit si dhe këtë ma zhvesh. A që do për të për mushi kriteret, që të ma zhvesh. Që do të aty këtë ma zhvesh? Për një mantë të thjesht komenton nuk luan dhe shme trauma. Prandaj u lafër me Flori, shta mbroj. Dy lojtarë po zihen në fushë për momentin. Çfarë do bëjnë dy trajnerët? Do i detyrojnë të do detyrojnë të përqafohen. Do japin të dy gishte vogël dhe do thonë, pajtua mu zemrën në punë. Lojtari më mirë i ekipit
Është edhe lojtar problematik me shokët e ekipit. Gjithë secili që ka këto problematika do t'i japin zgjidhje direkt aty në dhomën e zhvesjes, pa dal. Që ka ba the new Epstein Land, është ma shpeshjes së këtyre lojave. O zot i madh, qa ndodh ka aty? Është një ishull shumë i madh. Si e zgjidhni? Si e diskutoni? Si ma zgjidhni? Unë me Florin e zgjidhme tek ka çift kur bisim dakord. Në Malta ty tek ka çift. Tek some bitches. Kështu e zgjidh tek. Ose zgjidhni një puthi. Ja, lejl. Leja, ma të po la sule ma po na urren tash. Çka ka? Sekond. Çka kemi? Sekond. Pejta regjia. Ka seriozisht? O që indionte? Ska që mësë ta mbyllim këtë. Jo, se më se më të tash. A Joel, hajde ta mbyllim këtë. Sekond. A Joel. Shse bën, një sekond. Hajde ta mbyllim paktën këtë pastaj. Nuk mbyllim direkt montash. Puçi. Andale!